Faqja na ishte dikur kujton sot babain e kombit shqiptar, Ismail Qemalin. Më 16 janar 1844, në Vlorë, lindi një nga figurat më të mëdha të historisë shqiptare. Një burr që do të ndryshonte fatin e një kombi, një emër që sot përmendet me nderim të përjetshëm, Ismail Qemali. Në një kohë kur Shqipëria ishte ende në sundimin e parandorisë osmane, kur identiteti kombëtar rrezikohej dhe e ardhmja e popullit shqiptar dukej e paqartë, lindi një njeri me vizion, me guxim dhe me dashuri të pakushtzuar për atë dheun. Ismail Qemali u rrit me bindjen se shqiptarët meritonin lirinë, dinjitetin dhe shtetin e tyre. Ai u formua intelektualisht në një periudhë të vështirë për kombin, por pikërisht kjo e bëri më të fortë, më të vendosur dhe më të përkushtuar ndaj çështjes kombëtare. Jeta e tij nuk ishte e lehtë. Ai përjetoi presione, përndjekje, mërgime dhe pengesa të shumta, por asnjëherë nuk hoqi dorë nga ideali i tij, Shqipëria e lirë. Me mençuri, diplomaci dhe këmbgulje, Ismail Qemali punoi pa pushim për të fituar mbështetje ndërkombëtare për çështjen shqiptare. Ai kuptoi se liria nuk fitohet vetëm me armë, por edhe me fjalë, me ide, me diplomaci dhe me vizion. Dhe më në fund, më 28 nëntor 1912, në Vlorë, ëndra e tij u bë realitet. Në atë ditë historike, përpara delegatëve nga mbar trojet shqiptare, Ismail Qemali ngriti flamurin kuqezi dhe shpalli pavarësinë e Shqipërisë. Ajo ditë nuk ishte vetëm një akt politik, ishte një rilindje shpirtërore për kombin shqiptar. Ishte momenti kur një popull i lashtë rifitoi zërin, identitetin dhe dinjitetin e tij. Ismail Qemali nuk ishte thjesht një politikan, ai ishte simboli i urtësisë, i sakrificës dhe i dashurisë për kombin. Ai ishte një njeri që i përkiste historisë, por që vazhdon të jetojë në ndërgjegjen e çdo shqiptari. Sot, më shumë se një shekull pas pavarësisë, figura e tij mbetet udhërrëfyes për brezat, sepse vlerat që ai përfaqësonte, ndershmëria, përkushtimi, atë dhe dashuria dhe vizioni, janë vlera që nuk plaken kurrë. Faqja na ishte dikur e kujton Ismail Qemalin jo vetëm si figurë historike, por si një frym që duhet të mbetet e gjallë në kujtesën tonë kolektive. Ne e kujtojmë për të mos harruar rrënjët tona. Ne e kujtojmë për të kuptuar se liria nuk është dhuratë, por sakrificë. Ne e kujtojmë për t'i dhënë kuptim të ardhmes son, sepse një komb që harron historinë e tij rrezikon të humbas edhe identitetin e tij. Ismail Qemali na mësoi se dashuria për atë dheun nuk është fjalë e madhe, por vepër e madhe. Na mësoi se heshtja mund të lindë edhe në kohët më të errta. Na mësoi se një njeri i vetëm, me ideal të pastër, mund të ndryshojë fatin e një populli të tërë. Në këtë ditë përkujtimore, ne përulemi me respekt para figurës së tij, e kujtojmë me mirënjohje dhe premtojmë se emri i tij nuk do të harrohet kurrë.